Dita e 16. Urtësia adhuron. Edhe Jezusi, si lindi në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, dietar nga lindja erdhën në Jerusalem duke thënë: Ku është mbreti judenjve që ka lindur? Sepse pa yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë. Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën. Por kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe pasi erdhën në shtëpi, pan fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhanë dhurata: ar, livand dhe mirë. Mateo 2, 1-2 dhe 9-11. Shpesh e shohim këtë skenë të përshkruar në kartolinat e Krishtlindjes. Një grup dietarësh që vinë nga lindja në kërkim të mbretit të judenjve. Megjithatë, shfaqja e këtyre burrave ngre menjëherë disa pyetje. Kush ishin ata? Nga erdhën? Dhe pse bën këtë udhtim? I vetmi përshkrim që na jepet për këta vizitor të mbretit të porsalindur Jezus është se ata ishin dietar nga lindja. Në disa përkthime ata quhen mag, që tregon se ata studionin lëvizjet e yjeve. Por ata nuk ishin thjesht astronom apo astrolog. Përkundrazi, ata studiuan qiellin e natës dhe dolën në përfundime teologjike, bazuar në zbulimet e tyre. Në një farë kuptimi, ata ishin shkencëtar teolog. Ata ishin shpirtra serioz në ndjekje të së vërtetës dhe dëshironin të shihnin se ku mund t'i çonin provat që kishin zbuluar. Dhe kështu, dietarët arritën në Jerusalem me një pyetje: Ku është mbreti i judenjve që ka lindur? Ata ishin të bindur se një mbret i rëndësishëm kishte lindur në Jude. Ndaj, udhëtuan gjatë për ta gjetur atë. Këta dietar ishin shumë serioz për ta gjetur përgjigjen e pyetjes së tyre. Duhet të kenë qenë serioz për të bërë atë që bën. Nëse supozojmë që ata erdhën nga Babilonia, gjë që ka mundësi, edhe pse nuk e dim me siguri, udhëtimi i tyre për në Jerusalem do të kishte qenë afërsisht 1290 kilometra. Tjetër gjë ishte të uleshe e të diskutoje për teologji në një kafene babilonase, por ajo që bën këta burra është krejt e mahnitshme. Të ballafaquar me një shenjë të veprimtarisë së Perëndisë në botë, ata nisën një udhëtim të mundimshëm në kërkim të së vërtetës. Fakti që këta dietar ishin përpjekur ta zbulonin të vërtetën duke studiuar yjet, na kujton që kërkimi një individi për Perëndin mund të fillojë në vende nga më të ndryshmet. Perëndia e gjithësisë, në hirin e tij, përdor mjete të ndryshme dhe elemente të pazakonta në mendje dhe zemra në çdo anë të botës, për t'i udhëhequr njerëzit drejt një vendi, te zbulimi i Perëndisë të vetëm dhe të vërtetë. 3 dietarët janë një dëshmi e fortë për realitetin e shpalljes së profetit Jeremia. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Sa të ndryshëm nga këta dietar ishin mbreti Herod dhe ekspertët fetar judenj. Kur Herodi dëgjoi se dietarët kishin ardhur dhe po pyesnin për lindjen e një mbreti të ri, mblodhi krerët e priftërinjve dhe skribët, të cilët e kuptuan se Krishti do të lindte në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit. Dhe ai u shqetësua. Ky mbret ishte mishërimi i armiqësisë kundër Jezusit. Ai përfaqëson çdo që thot me vete: Nuk e kam problem të kem një person fetar si spektator në jetën time. Mirë po vendimet e jetës sime nuk ja jap askujt tjetër në dorë. Një udhëheqës fetar që rri në heshtje ose që ofron këshilla është i pranueshëm. Por ai që kërkon të ketë të drejta mbi jetën e një personi dhe që nuk pajtohet me atë që ai person mendon tashmë, nuk është i pranueshëm. Herodi e bëri të pandjeshme ndërgjegjen e vet në përpjekjen e tij për t'u siguruar që nuk do të kishte asnjë mbret tjetër që do ta rivalizonte atë. Edhe pse mënyra se si shfaqet kjo rrallëherë është aq vrastare sa veprimet e tij, shumë njerëz e bëjnë këtë gjë edhe sot. Ekspertët fetar, nga ana tjetër, ishin indiferent ndaj njohurive të tyre të mëdha.
Ata ishin të vetëdijshëm se Mikea kishte profetizuar që Krishti do të lindte në Betlehem, por thjesht nuk u interesonte. Ata i zbuluan Herodit dhe dietarëve se ç'thonin shkrimet për vendin ku do të lindte mbreti i shumëpritur i judenjve. Por vetë nuk e morën mundimin për të bërë një udhëtim për vetëm 10 kilometra për ta takuar dhe për ta adhuruar këtë mbret. Këta ekspert ishin shumë të zënë me fenë e tyre për të gjetur kohë për mbretin e tyre shpëtimtar. Ata janë shembulli se nuk mjafton thjesht të dish se çfarë thot fjala e Perëndisë. Ne duhet ta lejojmë fjalën që të na çojë drejt një takimi me Zotin Jezus. Çfarë i shtyu këta dietar, këto autoritete në fushën e tyre, që të përkuleshin para djepit të një foshnjeje? Si ndodh diçka e tillë? Vetëm me fuqinë e Perëndisë. Ishin pikërisht ata, dhe jo Herodi apo priftërinjt, që u gëzuan me gëzim shumë të madh. Pasi u udhëhoqën përmes shkrimeve te Jezusi, atje dietarët bën zbulimin e tyre më të madh, dhe adhurimi i Krishtit ishte reagimi vetëm me vend. Kur më në fund e takuan Jezusin, ata ranë përmbys, e adhuruan dhe i ofruan dhurata. Kur sytë tanë hapen ndaj madhështisë së mbretit Jezus, ne bien para tij me përulësi, admirim dhe mahnitje. Me sa duket, Herodi, i cili ishte i vendosur për të rezistuar pretendimeve të Perëndisë mbi jetën e tij, nuk do t'i kishte konsideruar si të mençur këta dietar nga lindja, sepse kishin sakrifikuar kohën, energjinë dhe rehatinë e tyre për të qenë në praninë e këtij mbreti të posalindur. Po kështu, ekspertët fetar, shumë të dhënë pas studimit personal të fjalës së Perëndisë, por duke refuzuar të vinin tek ai për të cilin flet çdo pjesë e asaj fjale, me siguri që do t'i kishin tallur këta burra lindor që i dhan këtij fëmije dhuratat më të mira që kishin. Edhe ju do të njihni shumë njerëz që po ashtu e konsiderojnë marrëzi të jetuarit plotësisht dhe në mënyrë sakrifikuese për Krishtin. Mirë po vetë Perëndia e quan mençuri. Të adhurosh atë që lindi për të mbretëruar mbi ty dhe për të shpëtuar, do të thotë të jetosh në përputhje me të vërtetën dhe të gjesh gëzim të madh për këtë jetë dhe për atë që vjen. Sigurisht që nuk mund të ketë ndonjë dhuratë më të madhe se kjo. Për reflektim. Si ngushëllohesh dhe gjithashtu sfidohesh kur konsideron të vërtetën që Perëndia thot se të jetosh të rësisht dhe në mënyrë sakrifikuese për Krishtin është mençuri? A ke nevojë të ndryshosh në ndonjë farë mënyre për parësitë apo planet e tua? Jemi mbretër nga lindja larg, me dhurata bëm rrugë të gjatë, fushë burim, male lugin, e ndoqëm të yll të madh. Yll lavdije, yll driteje, yll madhështije, yll mbretërishje, në Perëndim ti ne na çon rrugën ti, na ndriçon. Mbreti lindi në Betlehem, ari sjell që ta kurorëzoj. Ti je mbret gjithmonë për jetë, mbi ne të gjithë sundoj. Si oferti sjellun të mjan, aromë mirë për Perëndin, lutje lavde zëran këndim, grem adhurim në lart. Yll lavdije, yll driteje, yll madhështije, yll mbretërishje, në Perëndim ti ne na çon rrugën ti, na ndriçon. Mirë unë kam i hidhur parfum, një jetë plodhin bje simbolizon, vuajti gjatë